çfarë diskutuam në pjesën e parë, duket që jemi akoma në kuptimin publiku, në opinion jemi akoma shumë jashtë, shumë larg thelbit të problemit real që ekziston me akshin dhe me të gjithë çfarë përfshin ai sistem. Patjetër, nëse shikon dosjen e prokurisë posaçme dhe hetimit, për te situatave, unë nuk i heqa si presja atyre që tha zoti Kiki apo dhe Denisa, fakti që për një kohë të gjatë, kryeministri ka deklaruar që ne po ndryshojmë, po ecim, po avancojmë me teknologjinë, po fusim sisteme të reja, po bëjmë një ndryshim radikal në Shqipëri dhe këto do të japin efektet e qytetarët, me hetimin e çështjes penale, po dhe me perceptimin që ne kishim paraprakisht për ato çfarë thamë, dhe veprimet që vetë qeveria dështoi në disa raste me daljen e disa të dhënave kryesore të sistemeve që mbante qeveria, pam për më tepër me këtë hetim që situata ishte shumë dramatike dhe ishte shumë e rëndë. Unë mendoj që çështja e akshit nga pikpamja e dosjeve të prokurisë mund të jetë shumë lart dhe mund të jetë nga më kryesorët për shkak të nivelit të korrupsionit dhe të shpërdorimit të parave publike që është bërë me atë institucion. Pra të krijosh një sistem digital të rëndësishëm, funksional për Shqipërinë është diçka dhe të paguash miliona euro dhe në fund sistemet kryesore për cilat ti ke investuar të dështojnë dhe të përfundojnë, siç u tha këtu, në duart e kriminalëve, bandave kriminale, të cilat marrin fonde të mëdha dhe fuqizohen pikërisht me këto para, është problemi më i madh, mendoj unë, që ka sot Shqipëria. Mbase më i madh se edhe pse ato janë korrupsione të rasteve të rënda, të disa loteve, apo të disa rrugëve, apo raste tjera që mund të akuzohet zonja Balluku, pavarësisht se edhe ajo pa e relativizuar është çështje e rëndë. Por në këtë rast, në momentin që kuptojmë që qindra miliona euro kanë shkuar te disa individ, të cilët jo vetëm që s'kan lidhje me teknologjinë, por e kundërta fuqizojnë grupe kriminale, është problematike. Fakti, siç unë e përmenda pak më herët, që qytetarët sot kanë vështirësi në marrjen e shërbimit. Mund t'ju jap një shembull shumë thjesht. Nëse kishe sportele te qendra e biznesit më herët. Sot për të bërë një aplikim biznesi, i shkon 20 ditë, 15 ditë për një ndryshim thjesht administratori, apo për një ndryshim ortaku, apo disa të dhëna të cilat mund të jenë krejt lehta në një biznes. Më herët shkojen sportele në qendër, edhe pse ishte e centralizuar dhe gjithë qytetarët duhet shkonin aty, po mbarohet paktën për një periudhë më të shkurtër kohë dhe mbylli aty situatën, theni përgjigje brenda një dite. Ndërsa sot të shkojnë 20 ditë, një muaj e tjerë më gjatë. Gjë që e komplikon çështjen dhe vështirëson për atë fundorin qytetar. Shqipëria ka qindra probleme, mendoj unë, dhe këto 13 vite të qeverisë, po dhe më herët, duhet ishte fokusuar në disa zgjidhje më të thjeshta, më të drejtë për drejta dhe më të prekshme. Dhe mos të pretendonim majën, pra të kishim teknologjinë më të mirë të gjithë Europës, apo nuk e di të gjithë botës, por të minimalisht të zgjidhim disa defekte që i kishte sistemi. Marrja e kadastrës Vlorës, meqense ishte temë dite para 2-3 ditësh, dhe sjellja në Tiranë, nuk është zgjidhje. Digitalizimi nuk është zgjidhje nëse ti nuk e ke organizuar gjithë sistemin e kadastrës të mirëfillt që të punoj sistemi dhe jo të ndikoj ai punojnë si specialisti mbi këtë aplikimin që bëj unë si qytetar nga sistemi i digitalizuar. Pra, shohim që dosja akshit me gjitha ato dhëna që ka dalë, me mënyrën se si e kanë organizuar punonjësit brenda institucionit faktin, si kanë ndarë tenderat, si e kanë qasur teknologjinë, si nuk kanë krijuar ato barrierat e sigurisë edhe pse janë harxuar miliona. Ne duhet kishim një sistem me ato para që janë investuar atje, duhet kishim një sistem shumë të sigurt, me shumë barriera, duke përdorur, thonë ekspertët, unë nuk jam ekspert, po thonë që ne nuk kemi marrë më të mirën e teknologjisë botërore. Pra të kishim këto blerjet, ato investime që kemi bërë të i bënim të kompanitë më të mira, që kanë siguri më të lartë, për shembull Apple, nuk e di, ose dikush tjetër. Dhe thonë ekspertët, dhe duke mos bërë këto, ne ose e kemi lënë me dashje në mëshirë fatit dhe tjerët kanë ndërhyrë dhe i kanë marrë, ose është bërë me qëllim pastaj, që ky është një histori tjetër, dhe mendoj që prokuroria e posaçme duhet i shkojë pikërisht kësaj situate, pra të shkojë deri në fund, që pse është bërë kjo, sa jemi dëmtuar, sa të dhëna janë shitur, se ne sot në Albania, çdo qytetar mendoj unë ka çdo gjë atje që e menaxhon akshi. Ka dhëna familjare, dhëna personale, ka numra telefoni, ka çdo detaj, ka sa pasuri ke, ça pronash ke,